Prej 2 javësh tashmë fermerët e Dropullit kanë filluar sezonin e vaditjes duke manifestuar një bashkëpunim për të admiruar midis tyre, por edhe një mirëkuptim të disiplinuar me strukturat vendore të bujqësisë. Ta të fundit, po monitorojnë vazhdimisht procesin e vaditjes duke bërë ndërhyrjet e duhura kur u kërkohet nga fermerët. Si vjetë jemi më mirë se vitin e kaluar që nga gjendja hidrike, edhe ka një javë që ka filluar sezoni vaditjes, sidomos nga liqeni Pepeli dhe Radat 2. Edhe nesër fillon dhe nga liqeni Radat 2 që furnizon me ujë fushat e Jurgucatit dhe të Grapshit. Si vjetë janë pastruar më mirë dhe janë në gjendje më të mirë kanalet, që nga në bashkisë dhe nga vetë fermerët. Edhe gjendja e Mistrit deri në këto momente është e kënaqshme, nuk kemi probleme. Si vitin e kaluar që shumë kishin probleme në këmë. Si është bashkëpunimi juaj me fermerët e zonës? Jemi në kontakt të përditshëm me ta, kemi një grup pune që mirret me ndarjen e ujit, që mos kemi konvergjenca midis tyre. Duhet teksuar fakti se është bërë një punë e mirë përgatitore me fermerët, si për çmimin e pagesës për çdo dynim, si dhe për mënyrën e vjedhjes së kuotave. Ka kohë që ka filluar pagesa në kosti i parë, domethënë vaditja e parë. Sa është pagesa për një dynim? Për një dynim është 300 lekë të reja. Për hektar vetë 3.000. Një pjesë e fermerëve të Dropullit në postën e Dropullit Sipër kanë investuar dhe aplikojnë vaditje me spërkatje.